Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më me fat për vitin 2026. Në vend të parë peshorja. Peshorja do të ndjejë energji pozitive në pothuajse çdo fushë të jetës. Në karrierë do të shfaqen mundësi për projekte të reja dhe partneritete të suksesshme. Marrëdhëniet personale do të jenë më harmonike, me komunikim të hapur dhe momente të veçanta të lidhjes emocionale. Ky është viti që peshorja mund të bëjë ndryshime të mëdha për të ardhmen dhe të realizojë qëllimet e mëdha që ka. Në vend të dytë Bricjapi. Bricjapi do të përfitojë nga përpjekjet e viteve të fundit. Ky vit do të sjellë mundësi për avansim në karrierë, promovime dhe shpërblime për punën e bërë. Financat do të jenë të qëndrueshme, duke lejuar investime ose blerje të rëndësishme. Për më tepër, bricjapët mund të gjejnë qetësi dhe siguri në marrëdhëniet personale, duke i bërë planet e tyre të ardhshme më të qarta dhe më të qëndrueshme. Në vend të tretë ujori. Ujorët pritet të kenë një vit plot ndryshime pozitive dhe energji kreative. Projekte të reja do të lindin, sidomos ato që lidhen me inovacion dhe eksperimente personale. Ky është një vit për të ndjekur pasionet dhe ëndrat, për të marrë rreziqe të menduara dhe për të ndërtuar rrugën drejt suksesit. Marrëdhëniet sociale do të jenë po aq të rëndësishme, duke sjellë kontakte dhe mundësi që do të jenë vendimtare. Në vend të katërt Demi. Demi do të ketë një vit ku mund të shfrytëzojë çdo mundësi për të ndërtuar siguri. Financat dhe puna do të përmirësohen dhe mund të kenë shanse për rritje të ardhurave. Për më tepër, marrëdhëniet personale do të jenë të qeta dhe të qëndrueshme, duke lejuar Demin të ndërtojë lidhje të forta dhe të besueshme. Ky është viti që Demit jepet mundësia të konsolidojë suksesin në çdo fushë.